Të nderuar vëllezër, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Rregullimi fillon secili rregullon aq sa ka mundësi, rregullon në shtëpinë e tij, në familjen e tij, në të afërmit e tij e më gjarë. Shkaku i padrejtësive të mëdha që na rrethojnë dhe ne që ne i shohim për ditë është sepse ne që të gjithë ne kemi ndikuar që kemi arritur në këtë gradë. Rryshfetet që ne japim, padrejtësitë që i bëjmë njëri tjetrit. Të gjitha këto kanë ndikuar në atë gradë që sot kemi arritur. Lutim Allahun Azza wa Jall ta rregulloj vendin ton, të përmirësohet gjendja jon dhe duhet të dimë që të gjithë që padrejtësia është shkak i shkatërimit të qytetërimeve, shoqërive, shteteve dhe perandorive. Allahu Azza wa Jall tregon në ajete kuranore të shumta për sa e sa vendbanime dhe shoqëri të mëparshme, popuj të mëparshëm, të cilët i ka shkatëruar për shkak të padrejtësisë. Thot: "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu." Këto vendbanime ka treguar historinë e tyre në surën Kehf, i kemi shkatëruar ata kur ata kanë bërë padrejtësi. Kur padrejtësia shtohet, bëhet shkak që të zbresë ndëshkimi i Allahut Azza wa Jall mbi të gjithë, mbi të mirin dhe të keqin. Është pyetur profeti sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, a do shkatërrohemi ne kur në mesin ton ka njerëz të mirë?" Ka thënë: "Po, idha kathura al-khabath", kur shtohet pislliku, kur të këqit janë më të shumt. Kur padrejtësia shtohet,